Edhe nonës teme kanë mojtë këto automatikën. Unë do e publikoj një këngë, po para se me publiku, po ju të regoj që logaritmi mesërin një të vdekur. Se kanë shku shpionat shqiptarë, kanë dhe më shife. Njeri këmë shumë bam, toke këmë qitë avdo qura të rësë në altio, heq. Qeni poshtë reshit për nëj 500 euro, ti më të regon mune, a e kënë kitë këngë atë këngë. Karikën e maj e kështë ndore merë dërë të hundaj. Do të me mshua, se s'kemi pas as tonë, edhe e kemi shku, e kemi mojë, e kemi prej, edhe e kemi në furkus. Ti vazhdove tutje kërkesat që të vazhdosh në botën e muzikës? Po, dy vëllezërit e mi janë muzikanta, njëri është 2 vjet më i madh dhe njëri 2 vjet më i vogël. Cila ka qenë paraqitja jote për herë të parë para publikut si këngëtar? Unë aty të mosha 10 vjeçare kështu më lart, domethënë nga aty ku filloi. Kur kam aplaudu më ka duk se këtë bota ka rreshu plak. Baba, nona, janë persona që çdo herë kanë dëshirë që fëmia i tyre të bëhet një doktor. Që kemi mbaruar shkollën e medicinës, po edhe shkollës që sistemi normal të asaj kohë, pasandaj nuk ka qenë për një jetë më të mirë. Ka qenë për me mbijetu. A e kuptova aty sa rëndësi ka shkolla me përfundu shkolla? Patjetër. E kom lënë shkollën, e kom lënë gjitha, se merë domethënë ftesa për me shku në shtatë. Në një moment të vështirë me qenë se ke dalë shumë i ri në Zvicër. Shumë historik ajo ka. Gjithmonë duke mendu për vendin tuaj. Thaj, përse nga nonën, nga e njërë. Në periudhën e luftës, ku ne të gjithë po kalojmë një sfidë shumë të keqe. Mos shko tha se po të vrasin sërbët, tha nga banesat gjujnë tha të vrasin aty, po rri rata këtu, rri, pasandaj erdhën këfori rës, edhe morën. Dhe ishte plumat edhe i numëron të atin të vëllin plumat. Sa vëllë aty, tha kur e kom një të nuk t'i kam në shëkë, sa nonën ti edhe atin me. Për këthy si shqiptar. Po, sa e mirë je, po sa shumë me marre. U që këtërë Gjakova, u që këtërë Prishtina, njeri shka u deri Beograd. Falim dhe. Po që ata, ju lutem, gëzon e lirin, knash e lirin. Ju ftojmë që të bëni pjesë e këtij udhëtimi emocional çdo të shtunë nga ora 19, vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Rrëfim Jete me Baki Zeqirin. Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi edhe sonte në emisionin Rrëfim Jete. Edhe sonte do të jemi së bashku në këtë studio duke sjellur tek ju një rrëfim shumë të veçantë. Në këtë studio do të vijë një musafir i cili do të rrëfen shumë çka për jetën e tij. Pavarësisht që jeni mësuar ta shihni nëpërmes ekraneve televizive, ai është një artist që çdo herë jep ëmbëlsirë në ekranet tona, që sjell vazhdimisht këngët e tij. Po sonte në emisionin Rrëfim Jete do të jetë me një version pak më ndryshe. Do të flet me zemër të hapur shumë çka për jetën e tij personale dhe profesionale. Me ne dhe me ju sonte do të jetë Bekim Ibrahimi. Qëndroni me ne. Mirëmbrëma Bekim dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Rrëfim Jete. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjete, ju faleminderit shumë që më jepni mundësinë të jem pjesë e emisionit juaj Rrëfim Jete. Shumë suksese juve dhe emisionit. Faleminderit, kënaqësi gjithmonë me pas bashkëqytetar tonë nga diaspora, me qenë se studio jonë është e hapur, me qenë se të gjithë ju të cilët jeni në diasporë keni rrëfime të shumta. Dhe ato rrëfime nuk kanë të ndalën. Shpresoj që edhe ti ke zgjedhur disa rrëfime që do t'i thuash në emisionin tonë, me qenë se nga fillimi kur ke ardhur këto ditë në Kosovë ke qenë vazhdimisht në për emisionet të ndryshme, po disa rrëfime i ke nda për emisionin tonë. Patjetër, po kam ca rrëfime që nuk i kum tregune për emisionet tjera, kështu që e përzgjolla që në Rrëfim Jete tregojmë diçka pak më ndryshe, po gjithmonë reale. Ashtu është. Do të kthehem disa vite mrapa. Ju jeni nga Gjilani. Po jam nga rreth e Gjilanit, po. Na tregoni fillimisht si ishte fëmijëria juaj në Gjilan. Fëmijëria jeme ka qenë sikur një pjesë e madhe e fëmijërisë tjetër. Në atë kohë nuk kemi pas teknologji digjitale, jemi marrë me gjëra thjeshta, me shkollë pika e parë, kurse me lojna, me aktivitete shumë thjeshta, me një shkop, me një guri, me një top shumë të vogël, e kemi kalu, domethënë, pjesën tjetër jashtë shkollës, domethënë. Ka qenë një kënaqësi më e madhe e lojnave si që cekte, apo si tash gjenerata që janë në për telefona? Shive, për gjeneratën time, domethënë ajo kohë ka qenë e artë, po themi.
Knarësia jonë ka qenë me dalë natyrë, domethënë me gjëra shumë të thjeshta. Tani ne, me gjeneratën që ekziston tani me teknologjinë digjitale, është tjetër gjenerat. Por neve ka qenë knarësi kështu dhe na e ndjejmë kështu se. Ka qenë e bukur, ka qenë shumë natyrale. Bekim, unë e di që në moshën 6 vjeçare veç ju ka lind dëshira që të hyni në botën e muzikës. Po. Dhe e di që fillimisht ke fillu diçka bësh një qifteli. Po, me sa ju, domethënë nga furka e nenës teme, e ku marrë furkën, aty moshën mes 6 dhe 7. Pastaj tela nga najloni. Nga najloni, me thonë drejtën edhe ja kemi vjedh një këmshis aty, domethënë, se s'kemi pas as tonë, a i nëzirë të peshqe, domethënë, ishte peshkatar, edhe ja kemi shku, ja kemi marrë, ja kemi pre, edhe ja kemi në furkës, edhe domethënë, ja kemi marrë, e kumë improvizu, edhe kumë fillu si qiftini. Lang. Veç fillove tingujt e parë. Po, tingujt e parë, domethënë me furkën e nenës. Po familja, se pretendon të përkrahën, të vazhdove tutje kërkesat që të vazhdosh në botën e muzikës? Po, familja njerë, tani si fëmijë, tani provon një lodër këndej, domethënë, po me kalimin e kohës, edhe 2 vëllezërit e mi janë muzikanta, njëri është 2 vjet më i madh dhe njëri 2 vjet më i vogël, jemi 3, të 3 jemi muzikanta. Kështu që fillum bashkarisht. Një familje artistash. Po, edhe me vëllezërit tjerë, dhe kështu kemi bë muzikë, domethënë muzikë njerë kemi bë muzikë te si thonë sikur kanaxhegje tani që mbahen. Domethënë nga mosha 8-9 vjeçare, 10 vjeçare, kështu deri ka mosha 13-14 vjeçare. Pasandej fillum edhe të si thonë notat burrave bë muzikë, pa teknologji, direkt origjinale domethënë. Cila ka qenë paraqitja jote për herë të parë para publikut si këngëtar? Si këngëtar aty domethënë në shkollë, domethënë kur janë mbajt ato për ditë shkollës, ato festat që kemi pas në atë kohë, ku më dalë edhe me instrument me qiftili dhe ku më dalë edhe me këngë. Domethënë aty te mosha 10 vjeçare kështu më lart, domethënë nga aty ku fillu. Na përshkruni pak a shumë emocionet, besoj që ke pas emocione, vullnetin për mu paraqit para publikut. Emocione ka qenë shumë të mëdha. Shive, edhe përvojë nuk kemi pas, kanë qenë tjera rrethona, po domethënë emocionet shumë origjinale kemi pas, shumë reale, dhe me thonë drejtën hera parë kur kom dalë bina improvizume aty para ditës para shkollës, domethënë, edhe herë parë edhe me pa, domethënë mas njerëzve që unë jam binë, tjetri më shef mua edhe më duhet tërkujt, kur kam aplaudu më ka duk se këtë bota ka rreshu plak, nga emocione domethënë. Po shkoj gjithçka mirë? Po nga ana ime shkoj gjithçka mirë. Po megjithatë, për këtë ide familja gjithmonë të ka qëndru mrapa, të ka përkra. Po, domethënë nëse jemi te pjesa fëmijërisë, domethënë më ka përkra dhe tani më përkra që pika parë duhet të me falenderoj familjen time, domethënë, edhe nga prindit, po edhe bashkëshortët dhe fëmijët e mi, domethënë, edhe gjithë tjerë, edhe foncat atë janë, domethënë pjesë e artit tem, po te fëmijëria dhe familja më ka përkra, po familja më shumë ka qenë e përqendruar që të mbaroj shkollim, domethënë. Edhe më ka thonë më shumë koncentrohu në shkollë, edhe muzikën paralelisht e kom bërë, edhe shkollën muzikën. Pavarësisht që ke desht muzikën, gjithmonë baba, nana, janë persona që çdo herë kanë dëshirë që fëmija i tyre të bëhet një doktor. Ka qenë edhe ëndër e prindve tu me qenë se ti ke vazhdue fakultetin mjekësisë përgjithshme? Po, unë domethënë nga familjarët e mi, domethënë, unë edhe vllai i vogël, dytë jemi në mjekësi. Edhe unë jam gjenerata e fundit që kemi mbaru shkollën e medicinës, po edhe shkollës që sistemin normal të asaj kohë. Pasandej erdhe masat e dhunshme, domethënë edhe njerëzit kanë mbaru shkollën në shtëpi. Unë e kam mbaru shkollën e mesme të medicinës në Gjilan, edhe 1 vjet fakultet, pasandej nga rrethonat e luftës u detyrova të ikim nga Kosova, edhe nga viti 91 deri sot jam në Zvicër. Domethënë le fakultetin edhe ike në Zvicër. Ika në Zvicër. Gjithmonë për një jetë më të mirë. Jo. Nuk ka qenë për një jetë më të mirë, ka qenë për me mbijetu. Se ne kemi qenë, domethënë, në prag të luftës. Nuk ka qenë se ku mik për një jetë më të mirë, po kemi mik me shpëtu kokën. E kom lënë shkollën, e kom lënë gjitha, se merr domethënë ftesa për me shku në ushtar në Bosnjë, edhe atje për medicinë, domethënë, po edhe nuk kom shku, po e kom zgjedh rrugën për me shku në emigrim në Zvicër. Ideja ka qenë për 3 muaj të shkoj, i bona 34 vjetë. Sa ishte vështirë për ty një vendim në moshë shumë të hershme, pavarësisht që ishe shumë i lidhur me vendlindje, edhe me marrë një vendim tillë edhe me nuk është e lehtë. Tërësisht. Po, nuk ishte e lehtë,
Shife, tani edhe rrethonet se ne nuk e kishmi pa Evropën, nuk e kishmi pa botën, nuk jemi mësu mu largu nga vendi jonë, nga shtëpia jonë, nuk ishte lehtë. Po kur ishte në pyetje se rrezikoj jeta njeriu edhe merr vendime edhe pa mendu shumë e shumë. Kështu që e mora vendimin edhe e mora rrugën sikur një shumicë e gjeneratës teme. Domthonë, unë kur flas për veten time, po e them se po flas për një rreth dekade, domthonë për një 10 vjeçar, ca 5 vjet më të ri, ca 5 vjet më të vjetër, jemi ajo dekada domthonë që kemi rezistu, jo vetëm ne, po ne jemi ajo që kemi thonë stop, domthonë dhunës, stop çdo gjëje, kemi thonë se këtu është muri. Nuk vazhdon mu. Si cilin formën e vet, Tani, edhe pa ndonjë organizim, po këtë mënyrë spontane. Tani po e them kështu se tani edhe në shkollë kur kemi qenë shembull, në Gjilan, u bën demonstrata çdo ditë. Në më shumë kemi dalë nga shkolla, kemi lëshuar orën e mësimit, kemi dalë kemi protestuar sesa që kemi mbajt ligjërata në shkollë. Se ato me gaz lotësjellës, domethënë, dhe i rrefnin njerëzit, na i shifnin nga shkolla nga lart edhe dilshmi. Edhe na kemi protestuar. Ose kur u marrën nga fshati për me shku në shkollë, direkt në protest në për Gjilan. Më ka qenë ajo faza kur domethënë pjesë e asaj jam dhune, po ato janë pjesë e imja domethënë. Kështu ka qenë ato rrethona. Që sot e kemi këtë liri që ndoshta një shumicë e njerëzve nuk e kupton sa liri kemi ne. E vërtet është, na tregoni ndonjë moment të vështirë me qenë se ke dalë shumë i ri në Zvicër, edhe besoj që ke pas momente të vështira, sfida, duke mos e ditë gjuhën, duke mos ditë muxhin me vendin, cilin ke shku. Ju kujtohet ndonjë moment i vështirë që ndoshta jeni penduar se keni marrë një vendim të tillë? Po, shife tani, kur kam shku në Zvicër, ta drejtën me thonë Zvicra, si që dini edhe ju, është një vend atraktiv, shumë i bukur, ku korrektësia është maksimum, janë shumë gjëra atje të mira, dhe për ata dhëri, po ndjenën për vendin tem nuk e kum harru nuk e harroj asnjëherë. Momente vështira, njeriu shkon me një vend, me një kulturë të huaj, me një gjuhë të huaj, pa kualifikim të përfunduar, nuk mundesh mu kyç me vazhdu. Kanë qenë rrethonat jo të mira për neve shqiptarët të ndaj, domethënë që kemi shku në atë formë që kemi shku, dhe njeriu fillon mendohet, thu, më mirë po kthehem nga kamar se këtu. Ose edhe kemi qëndruar në forma ndryshme, kemi rezistu, shumë herë na është bë presion që do ju kthejmë gjithëve shembull, po flasim në fazën e luftës, domethënë, me ato lloj statuse që kishmi në ato kohë. E kupton? Po tani një pjesë kemi qëndruar atje dhe tani secili me ato rrethonat e veta, me mundësitë e veta, është aty ku është. Na tregoni fillimisht cila ka qenë puna jote e parë në Zvicër, kur keni fillu? Puna ime e parë në Zvicër ka qenë në gastronomi. Kum punu me një restorant, kum punu në pregaditje, domethënë, si thonë, në shank. Kështu ku i kemi dhënë pijet dhe ushqimet ato. Shankes. Po, shankes, po ka qenë një lokal i vogël me një kështu bashkë të vogël. A kupton, kanë qenë me 50 persona, e patëm kalu shumë mirë, domethënë. Atje ku fillu puna ime e parë ka qenë. Jo që kam qenë shankes, bëj edhe sallata pregaditje shembull, po tani unë nuk isha ndonjë kualifikim tjetër, nuk isha ndonjë mundësi tjetër dhe u futa në gastronomi. A e kuptova aty sa rëndësi ka shkolla me përfundu shkolla? Patjetër. E kam kuptu gjithmonë ata. Për ata dhe në shkollë kam qenë shumë mirë. Se nganjëherë jemi prind që të dy. Nganjëherë bëm bezdes shumë edhe te fëmia duke kërkuar çdo ta përfundojnë shkollën. Po me qenë se sa janë 3 nuk është se ja din vlerën, po pastaj kur ikën në vitet, sikurse prandaj të pyeta thash, a e ke menduar se sa ka rëndësi përfundimi i universitetit? Po, edhe unë i thon fëmijëve të mi, thon çfarë mbaron ti e ke në kokën tënde, vetën tënde. E paraqet vetën tënde gjithandej ku jeti. Kështu që shkollimi ose çdo kualifikim është me rëndësi për personin që është, domethënë. Kështu edhe për mua, domethënë, që e lash në gjys fakultetin, domethënë, por rrethona të mbijetesës nga lufta, domethënë, edhe tani aty u krijuan rrethona të tjera se në shtet të huaj edhe. Kështu nga gastronomia fillova, me muzikë vazhdova, dhe tani kohëve fundit nga 2010 kam edhe biznesin tim. Deri tani. Cili është biznesi që ju? Biznesi jem është Swiss Music, thirrët është me instrumente muzikore, me vegla muzikore profesionale. Domethënë, i marrmi, i rregullojmë edhe instrumentet antike, domethënë, i trajtojmë, disa i rregullojmë vetë, çka nuk i rregullojmë vetë, i çojmë te mjeshtet më të mirë, edhe i rregullojmë, i bëjmë gati për klientelën tonë.
Shumë mirë. Pavarësisht që vitet kanë ikur në diasporë, lidhshmëria gjithmonë ka qenë shumë e madhe për Kosovën. Patjetër. Gjithmonë duke mendu për vendin tuaj. Po. Ndoshta me ato ëndra që çdo ditë ke qëndruar edhe çdo herë ke sjell këngë të mira për Kosovën, për vendin. Po. Na flisni pak a shumë sa ka qenë për ty e vështirë që të njëjtën kohë të punosh një punë tjetër edhe të njëjtën kohë që të merresh me muzikë, mos të lësh muzikën anash, edhe gjithmonë këngët për t'i sjell për vendin ton, siç ka këngë të ndryshme që ka për atë dhiun ton. Nuk është edhe lehtë, po tani po e them një gjë të vogël që ndoshta se kam thonë për mediume tjera. Nuk është me rëndësi a je në Kosovë apo je jashtë Kosovës. Se je në dhe apo jashtë dhejës. Nëse e don, nëse se don, se don. Nuk ka shumë rëndësi se ku je. A kupton? Nëse punon për atë vend, punon. Nëse s'punon, nuk punon. Domthonë për mua kjo është se unë për veten time domthonë në këngë që deri tani që i kam bërë, që do t'i bëjnë të ardhmen domthonë u i bëj me shumë dëshirë domthonë, edhe i bëj me shumë kënaqësi edhe për vendin tim domthonë. I falenderoj gjithë që më përkrajnë edhe përcjellin mua. Është një këngë që para se të fillojmë emisionin e kam dëgju edhe më riktheve shumë mrapa me të vërtet. Kam shumë këngë, nuk e di për cilin e ki fjalën, po ma thuaj. Është një këngë UÇK Thret Kosova. Një këngë e cila ka qenë, domethënë, në periudhën e luftës. Unë thash momentin që e dëgjova, u emocionova dhe u riktheva shumë vite mrapa. Kur unë isha fëmijë dhe dëgjoja atë këngë. Me të vërtet, ajo ka qenë një super hit edhe të gjithë që dëgjojnë atë këngë e dinë se çfarë vlere ka, e sidomos në periudhën e luftës, ku ne të gjithë po kalojmë një sfidë shumë të keqe. Po, një farë forme, sa ka qenë për ty e vështirë ta këndoni atë këngë, me qenë se me publikimin asaj këngë, ju edhe jeni penalizuar edhe jeni keq trajtuar si familje. Ka ndodhur ca gjëra, po është një këngë që nuk e kam publiku shumë, se pika parë nuk e kam bërë për ndonjë interes material. Apo ndonjë interes caktuar politik apo diune. Unë e kam bërë atë këngë nga shpirti jam. Çdo këngë e bëj nga shpirti, po atë e kam bërë se nuk kam pas formë tjetër se si t'i ndihmoj popullit tem edhe vendit tem. E kom zgjedh vetëm me atë këngë, formën këngës, po, përmes një këngë. Po një këngë është shumë specifike, shumë e veçantë është. Shumë historike ajo këngë. E ndani pak sa këtë histori, unë e di që keni pas probleme edhe në periudhën e pas luftës, nga këfori rus, domethënë momentin që keni kënduar ndonjë tubim, ndoshta për kujtimor, edhe pastaj ju kanë arrestu. Po, është një moment që nuk e kam cek ndonjë nëpër mediume, është pikrish nga kjo këngë. Tani, nëse shkojmë pak me radhë, ndoshta du të flasmi pak për këngën që të kalem edhe deri të ki arrestimi nga këfori rus. Po pikrisht është kjo që ka ndodhur te kënga? Po, domthonë me këngën UÇK Thret Kosova. Pika parë edhe njerë po them se domthonë gjithë shqiptarët kudo që jemi, sidomos në Kosovë, nuk ka familje që nuk është keq trajtuar nga sistemi serb. Nuk ka familje, mos pa mërmendja, me një vit tjetra, me një formë tjetra, dikush fizikisht, dikush psikikisht, dikush materialisht, dikush i vrarë, i helmume, domthonë i kanë gjetë forma që çdo familje shqiptare e kanë prek këto. Me vite, jo vetëm këto 10 vite, po edhe periudha tjera, domthonë nga lufta e dytë botërore nuk është ndalë domthonë represionin ndaj shqiptarëve në Kosovë. Edhe tani erdhi koha kur domthonë eksplodonte çdo shqiptar luftën e Kosovës e para luftës e sidomos luftë, unë isha në Zvicër. Mundësisht nuk isha dokumentacion, domthonë nuk muja me marrë nga Serbia pasaportën që të udhtoj. Mundësi nuk isha të vija, po ishin do forma që domthonë i bënin ca, ato i kam kontaktuar disa herë, sa i kam njoft dhe personalisht, ato më kanë thonë, jo Bekim, ne për atje kemi sa duash, ti na duash mas luftës. Që fleti? I kemi na, të lutna, rriti këtu, ti na duash mas luftës. Pse ma ka thonë ata, i kumë pytu dhe njerë, ka thonë, qëfar të keqe? Ja ti po punon prapë për Kosovë.
E vërtet. Po, thotë se ne nuk i marrë me njerëzit vetëm të qojmë atje, nuk kemi mundësi, njeriu duhet më mbajt, duhet gjitha forma, nuk kemi mundësi. Çdo kush në forma të ndryshme me kontribu. Edhe mba këto. Domthonë nuk kisha mundësi që të vija fizikisht, por forma tjera kam qenë gjithmonë, domthonë për vendin tim, edhe domthonë e vendosa që ta bëj një këngë. Po, para se ta publikoja këngën, e thira babën tem, prindit e mi, i thonë dëgjoj, unë do e publikoj një këngë, po para se me publiku, po ju tregoj që llogaritën e nesërinit vdekur jo. Tha, lirisht qita, tha se s'dojna me nina. Domethënë, prindi domethënë ka thonë vetë baba jem, lirisht postoj e këngën, se s'du me një. Jemi të gatshëm për çdo Për me sfidë. vdek, po. Po nuk e kompos vetëm nonën e babën, e kompos edhe gruan e vllat me 2 fëmijë të vegjël, a? Ajo ka qenë me rëndë, domethënë, se nuk është vetëm baba e nonë, po çdo njeri e ka vlerën e vet, sa është njeri, po sidomos fëmijët. Edhe se kum publiku këngën ditën e nesme kanë shku në shtëpitë teme ata. Se kanë shku shpionat shqiptar, kanë lejmë nuk shife. E kanë po në TVSH. Edhe nonës teme kanë mojtë këto automatikën. Sërbet. Thërë tash bekimi për që kësë letë pështoj këto. Ka thonë Zvicër është, që thotë ku po kënoki. Se ne kemi pas dhe më thonë me prapavit të që kësë këto, edhe i kanë bu presion 1 orë në nësteme me vra. Sërbet. Policia sërbe. Edhe kanë shku. Mas një kohë shkurt, se fshati jem ka qenë i popullum nga sërbet, në mënyrë spontane i kanë shqitë dhe kanë shku ato vetë atje. Edhe në mënyrë spontane gjatë luftës dhe më thonë fshatin tem komplet e kanë marë, e kanë përdhunu pak edhe kanë djekë 20 shtëpi. Edhe shtëpin teme. Dhe në shtëpi teme ma kanë shku në temel prap knoju që këndi. Kështu ma kanë shku ati. Domethënë kanë djekë shtëpinë edhe po, edhe qëllimisht e kanë djekë. Edhe i kanë pasë ato të benzinit, ato kontat i kanë lënë aty, i kanë bo sa ma shumë djeka. Po domethënë këtë fat e kanë pasë si shtëpis teme edhe 20 familje tjera domethënë, dhe fshatin tem komplet e kanë shpërnguar, edhe kanë vazhdu sikur tjerit deri domethënë Maqedoni. Na për Kosovë janë dalë dikun te Ferizaj, Slatin, një javë 2 më duket dhe pasandej kanë vazhdu në Blac, në Maqedoni, Blaca, ku kanë qenë domethënë. Kështu domethënë kjo ishte një pjesë prej këngës së QK-s. Po pastaj kur i morë te informacionet në Zvicër, se çfarë po ndodh, si u ndjeve? Po shive, tani unë kisha familjarët e mi, prindit e mi, se sa për shtëpi e kështu, më thonë drejten, tani pika parë ndoshta kur jemi në këtë temë, ndoshta me kërku falje pak për publikut, për njerëzit që i kanë dhënë gjakun e vet, unë flas për pasunin këtu. Se nuk po flas për pasunin këtu. Kurse të tjerët kanë dhënë njerëzit e vet, ja kanë vrarë, ja kanë prej. Diskutohet fal tyre, ne i gëzojmë këtë hiri. E nuk po flas këtu për vlerën e pasunisë, po e tregoj vetëm si proces. Vetëm si proces. Domthonë edhe kjo ishte ajo pjesa që domthonë edhe pasandej ndodhi kjo që ndodhi në ato, edhe erdhi liria e Kosovës në mënyrë graduale, po kthehemi mua aty te arrestimi i Kforit, domethënë rus. Pjesën e Dardanës. Kjo ka ndodhur në periudhën e pas luftës. Po, në periudhën e pas luftës vitin 2006. Ka marrë nga Zvicra, pushim, me gruan time me 2 fëmijët e mi, ata i kisha 2. Dhe domethënë, jemi në atë periudhën kur domethënë eksplodonte çdo shqiptar nga emocionet, nga padurimi mose nuk e kishim më të qartë ç'është ndodhur me statusin e Kosovës. Me ndërkombëtarët domethënë, herë na jepnin shpresë se do të bësh shtete, herë do të jesë krahinë, herë ande kështu, domethënë ishte një fazë që nuk duronin më njerëzit. Dhe në 2006 erdha edhe më ftun mu Dardon atje, apo vjen me këndu këngën e UÇK-s. Edhe, thënë, kërse nga nonën, nga e njerë, ka na e fjallë popullore. Nonën më tha, o djale, mos shko tha se po të vrasin sërbët, tha nga banesët gjujnë tha të vrasin, ati, po rri rata këtu, rri, ta ne kënë këndu këngë, thash, jo, po shkoj pëse. Edhe dhe më thonë, tu bim ati, e mora, dhe më thonë, u bo eventi, ishte ajo për çlirimin e Dardanës, dhe më thonë, ajo në qeshor ishte. Dhe më thonë, ishte në artist tjere, aktivitetet tjera që ju banë, dhe më thonë, dhe kur dola me këngën e UÇK-s, dhe më thonë, njerëzimi pak, si me thonë, u emocionu edhe ma shumë, brorit në gjithë publiku e UÇK, dhe sërbët dëllë nga publiku ati, pasandej erdhën Kfori rës, edhe më morën mu. Më futën në stacion të policisë. Sa aty ishte afer.
Edhe bën impresion, do më marrin automatika këtu. Ato, rusët, nacionalist. Oj që ishe veshur me kostum, me kravatë, me thonë drejtën. Edhe më bën impresion, vëdën me një zyrë aty, dhe më thonë dëgjo. Ti, tha, nëse po të bim kamerat, tha, nëse deklaron se ty të ka detyru që kënë me këndu këngën e që kë, tha, ne nuk të bëjmë asë që të lirajmë. Dhe dëgjo ti, ishte njëri aty, me thonë drejtën, unë e flasë gjuhën gjermane, nuk di anglisht, në një fjalë, për nuk di me komuniku edhe derisa do më bën impresion, njëri nga të rusët e nxirrte pistoletën revolën, dhe sikur e pastronte, ai presioni psiqik. Dhe ishte plumat edhe i numëronte aty në tavolinë plumat. Dhe më këshirte më sy, ai tankon më shifte sy mu edhe këtu. Dhe mirëte sikur ja hiqte ata dhe më shifte me pistolet, sikur po e pastron, po në drejtimin tem. E mirë, thash vazhdo ti me presion, se këtu jam. I kishte edhe granatën këtu ai. Ai rusi këtu, duke në trup, duke në varër, ndoshta ju kujtojt, i kanë pasë dhe granatët, pistoletat gjitha. Edhe kanë bajt një 2-3 orë atje ato. Dhe më kanë fut me një dhomë atje dhe më kanë bajt ato, më presion, po të bëjmë kështu, po pranoj që të kanë detyru, thash, dëgjoti. Ama të pistoletin tone, u më përpara e fus vetit, se mu së më ka detyru njëri, mu me këndu kongë, nuk më këndu vetë nga shpirti. Po nuk jam i vetmi që më këndu, unë, tha pse? Thash, këtë publika këndu. Unë nga publiku më dzirë këtë kongë, se këtë publika që nuk që ke. Kongën normal që ka shku në Emë Gjosh edhe ka kompozu në Elbasan nga Shqipëria, unë këmë këndu, thash, po, kjo këndu vetë nga popli, se kjo ka dalë nga popli, edhe pse se ka shku popli, do vonë, po, komplet popli ishme nuk që në atë kohë, po më varsisht se ku je. Edhe më bën impresion, sa një moment, thash, vazhdo ti me presioni se atë bombën vetëm ja shifsha djere momenti t'ja kapi. Edhe, më une me gjithë to. Po, ja kësha kap fitilin, bilim, as kisha mendu dyherë. Do dhe nga presioni? Jo, vetëm pse më bënte presion atë kuptimin, a kuptonë më tha, thujti që këto të kanë detyru, së më ka detyru, thash njëri. Une, kur e bëj një vepër, nuk e kthej kokën mbrapa. Që do një bëni? Edhe, pasandej, ja thërën një përkëthy, sa do e bjerë me përkëthysën, sa e sjellë me këto, se do shtë ti nuk po e kupton. E një përkëthys, po nuk ke i mirë ideali. Me djali po i thonë, pa ishte moshën 55 vjeqare 60. Pse s'ke i miraj? Nuk e përkthej kësi qdo. Jo, pak ma ndryshë mdull, hala ma kesh se rosë të mdullaj. Sa o late, sa kur e këmë një të kënu t'i ka ngë në shëkë, sa nonën ti edhe atënve. Përkthy si shqiptar. Vetë qështu, njeri këmë shumë bëm, tokë e këmë qita dhe qurë atë rës me alti, heq. Ato, prap me alti ma që këtu në heq. Qa o bo, pjeri një tjetër, kërë e dhaj, qa o bo, thërë më ka sho nonën, dhe ja ka sho kejtë, dhe thashe kështu që kjesh një përkthy, thash, falë për shprej, thash ti, që një poshtë rishit për nëj 500 euro, ti më të regon mune, a e kënë kitë kongë atë kongë. Dhe në zorën e largun, erë një përkthys tjetër, kështu një djaleri, tha, më vjen kesh, tha, që ndoshta do të me përkthy gjëra, thash në dëgjoti. Bëj punën tonë profesionale, nëse të thomër këty thuj vrajmë, ty ja spjegon aty, kështë thot kështu. Nëse ujtë thomë që unë po të vras ty, edhe pse s'kam anë, liri spjegoj aty, thash është punë e eme që ka flasun. Ti është punë e jote vetëm me përkthy. Asgjë. Edhe nëse është situatë e keqe, ti s'ke të bëjsh me mua me emocionet e mi, ose me jetën tema, këpëton. Kështu që aje përkthej mirë, edhe t'i bi pak ma fund, erdhën edhe Amerikanët, falë atënve, sot jem unë këtu ku jam. Sa ato morën pasënde se, do më në baza Amerikane se kishtë kontrolin komplet në Kosovë se ka, tani edhe bëm pak shkëmbime fjalesh me rësë, se ta ndek kënde, se i tregëm shumë detaje, do më thonë, se sashtë edhe shumë e jeshme, po si përfundim, do më thonë, që, do më thonë, edhe panë që unë jetoj në Zvicër, edhe më thonë dëgjë, ti është provokim tani kjo që i bod nga ana jote, u që kë biri shka deri në Beograd, kështu që ne kemi orë për me mbajt paqen këtu mes nacionëve kështu, thash, po mirë, thash, tha, mundësisht në për tubimi kështu që janë të hapura që janë me nacionet ndryshme, mos me këndu që mos me në hapë neve probleme. Thash, po shife, nuk e keni edhe kesh, po thash, po këto që në kanë vra, që në kanë djegë, kështu në kanë provoku, ndoshta, po, nuk ashtë e provokim, apo e vret njeri unë e thuj se, hajtë se tani po rrim bashkë, po bëjnë darsëm.
Pas kësaj mendova, tha, akoma nuk ka shliru Kosova derisa nuk jemi të lirë të këndojmë. Po ne dinim se akoma nuk ishte statuse, akoma jemi në atë fazë që thonë 2006 që domthonë njerëzit nuk e kishmi shumë qartë, ne qartë e kishmi që ne do të punojmë, do të vazhdojmë deri sa arriti kjo që është sot. Po ishte ajo faza që me të vërtet njeriu edhe humbi durimin duke pritur, domethënë. Edhe tani ishte ajo që jetoi domethënë në Zvicër, edhe erë një moment që domethënë e bën ato që domethënë e morën mbi supet e vet amerikanët që domethënë edhe u morën vesh me rusë që ato tërhiqen, largohen. Ishte sikur puna këto aeroporte që e morën me dhunë rusët, pastaj në atë formë u bë edhe me mua, kupton? Pa do bën impresion, kupton, ato ishin 7-8 domethënë edhe aty më rrinin ato ta bën mi tregonin automatikat, thikat. Edhe me thënë drejtën ka qenë komplet në këtë rëmun që ka qenë edhe ministri nuk e di emrin tani s'm kujtohet, ministri i kulturës të asaj kohe ka qenë ose një këshilltar më duket. Edhe ai kur më kanë arrestuar mua e ka me dëshirë ka thonë edhe unë du me këtë arrestuar se unë e kam thirrur atë për mua. Dhe ka qëndruar të kohën tha, unë nuk e di si kam qenë çfarë emocione se normal se u kam qenë presion, s'kam qenë darsëm në atë moment. Edhe Tha Bekim, unë i kam bajt, 10 vjetë, burg, kam qenë burg sërb, edhe prap jam gjallë. Kështu që asgjë nuk është kjo. Po, asgjë nuk jo, thosh, normal që jo, po nuk e mendova se do të na ndodhe për një këngë tani kjo. Po të se ti e ardhë me atë dëshirën shumë të madhe nga Zvicra, që u shliru vende edhe me mi këndu këti poplit këtë këngë, me qenë se vazhdimisht e kanë dëgju, edhe kur të ka ndodhë kjo me të vërtet ka qenë një diçka shumë me parpritur që ndoshta as nuk e ke mendu këtë gjë. Se ku mendu, po, me thënë drejtën edhe para këndimit tem ishin një 2 nga folcët, foltore, në 2 djemë shumë të ri, nuk jam bajem në atë mend, nuk më kujtohen, po 2 shumë të rima, qysh në atë kohë, tha, na vetë jemi konë në QK, vetë jemi tha u QK, prap do t'jemi u QK, tha që na s'dojna me një. Pjesa sa jam edhe në atë kuptimin që tha, na, deri në fund nëse ka nevojë, tha, prap, tha, na dal me mal. A kupton, edhe ngrohën atmosferën edhe me këngën, domethënë u bë, aty ishin 3-4 mijë publik domethënë për jashtë, u bë aty domethënë atmosferë tu brorit u QK. Kur më kapën ato, me thon drejtën rusët, ai publik ai bën impresion rusëve. A kupton që mos marrin mua, po ato rusët më marrin automatikun këto. I thoshin largov, dhe më duket se edhe i hudhën pak këto najr. Po, mi largu njerëzit, po me thon drejtën më kanë thonë që u kam qenë brenda një kohë gjatë kanë ndajt publiku domethënë rreth objektit që domethënë me mbështet mua në atë formën e vet që është e mundshme. Si fundit domethënë u kriju ky rrethon domethënë edhe unë domethënë asnjëherë nuk e ndi veten keq ose më thon pishmën si thot një fjalë e popullit që e kum bë e baj dhe prapë e baj. Se kam atë problem hiç. Absolut për vendin tem kur vjen puna, pavarësisht rrethonave, pavarësisht njerëzit sa kanë tani ose njerëzit që i kanë kish përdorur edhe uniformën e kësaj ushtrie domethënë, se ka edhe nga ato që e kanë përdorur. Tani nuk po futni shumë detaje, po flas vetëm për ata. Për ata ushtarë që kanë qenë me gjak shqiptari, për ata që e kanë dashur këtë vend, që e dojnë, për ata vëlla, për ata që kanë luftuar. Bekim, me qenë se jemi në emision rrëfimjete edhe i cek edhe disa gjana që kanë ndodhë gjatë luftës, gjatë periudhës luftës, po edhe ato pas lufte që veç jeni arrestuar nga KFOR-i Rus. Keni ndonjë rrëfim tjetër që mund të ndani me ne dhe me shikuesit tonë? Po patjetër rrëfime kam edhe shumë tjera, domethënë, po me që jemi te faza e luftës dhe para luftës, domethënë, do duhet seki se është edhe që të ngelet edhe domethënë histori, po edhe për rinin tonë, mos t'i harrojmë gjëra, domethënë, megjithëse ato janë dokumentuar në forma ndryshme, domethënë unë jam edhe nga gjenerate që kemi përjetuar dhe helmimet në shkolla. Domethënë viteve 90-ta na kanë helmuar neve nxënësve në shkolla. Domethënë edhe në Gjilan, më duket në 5 qytete të Kosovës brenda një dite i kanë helmuar te një 5000 nxënësa. Po, 5000 nxënësa. Unë që e kemi cek, domethënë e kam mbaruar shkollën e medicinës, atë ditë kemi qenë se klasa ime ka qenë me 2 ndarje, njëra pjesë anglisht, njëra frëngjisht. Unë kam qenë nga frëngjishtja, edhe në atë ditë kemi qenë në spital në praktik. Kurse shokët e mi, tjertë, kanë qenë shkollë, edhe ata që kanë pi, domethënë helmi është hudhë në rezervuarin e ujit, edhe ata që kanë pi ujë janë të helmuar.
Edhe ne, duke qëndru spital, vetëm fillun me orë nxënësa, me fillun njerëz, me fillun shokët e mi, domethënë, që i kum pa çdo ditë, domethënë shkollë, edhe paramendojnë ishmi praktikanta, një mantel të bardhë kishmi. Ishin mjekët për një kodër e vogël, se na ishmi domethënë presion, me thonë, edhe domethënë çka kemi pas në mundësi mi ndihmu, vetëm mi marr nga makinat mi vendos spital. Domethënë përjetimet janë të merruese skenat se janë edhe nëpër YouTube, domethënë helmimet e Kosovës, po edhe brenda spitalit domethënë kemi pa, ju vinte mu çmend njerëzve. Domethënë nuk është me kontrollu më veten nga helmim, sikur çmendën e më shumë do të murit me kokë, me rom dysheme, vetëm e kemi këshyre, kemi marrë, kemi afru pak me një formë, mjek sa moshë, edhe ato s'kishim ide se ç'a bëndodh. Domethënë, unë kam qëndru me shumë shokët e mi, një 2-3 ditë në spital Gjilan duke ndihmu domethënë të helmume. Jam pjesë e helmimeve, edhe kjo është nga represioni i regjimit serb, po mbas helmimeve domethënë ne vazhdojmë prapë shkollën, po ndodh edhe një gjë e vogël domethënë në shkollë, në gjuhën serbe domethënë që kishme të obliguar një orë, dhe profesori i gjuhës serbe, si një pjesë e tjerëve nacionalist mbi nacionalist, edhe këto që ishin 6 persona i kisha të helmu shokë dhe shoqe, këto domethënë brenda ditës 3-4 herë u alivenoshin, domethënë. Edhe në një moment sa njëri i rënë gjithë. Edhe ai, ju që me shku edhe mi kap që mi dhonë si lloj ndihme të paktën si njeri, tha shife artista shqiptar, se ne bënim aty art, ne bënim domethënë ishme në teatr, aty duke Nuk është e vërtet kjo. Po, edhe unë ngrita në koma, edhe ke parasysh karikat dhe drunit në shkolla, në bankat shkolla që kemi pas, ndoshta edhe tani nuk i kanë, edhe ngrita në koma, edhe karikën e maj e kështu ndore merë dërë të hundaj. Do të me mshua, dhe ndëgjo, për artistë më ifshin mu edhe atëherë që unë mira me kongë, me fisarmonik, me qifteli, këndoja, për aktivitetet shkollës, për ndonjë tubim me shoqe, apo do shëtit e kështu, është për artist jam morë, po unë po rrinë kom, unë s'po binë tokë. Tha çka janë këto, tha janë të helmu, mi keni helmu. Dhe vende kështu shkumonte nga goja, po e kuptoj që po të mprekte me karik doja shoje. Pasoj nuk i dija ma vonë, po në ato momente asë që ku mendu 2 herë. Po e kuptoj që edhe që dhe more karikën në kokë dhe u largu. Po, këto ishin ato. Do më lufta nuk ndodhi pa hiç gjë. Lufta ka ndodhur se nga lufta 2 botërore nuk u nal presionin ndaj shqiptarëve. Për që ata, ju lutem, gëzoni e lirin, knaqni e lirin. Gëzonu me këtë që e kemi. Sa e mirë është, po e them tani, çdo njeri merr frymë çdo sekond. Ndoshta edhe harrojmë, nuk ja dim vlerën oksigjenit. Çat moment që kemi probleme frymëmarrje, ua thon, sa me vlerë që ka ajri edhe oksigjeni. Kështu është edhe liria. Ta gëzojmë këtë që e kemi pavarësisht shumë gjërave që domethënë nuk është aty ku kemi dashur ose ku synojmë ne që të jetë Kosova dhe Shqiptaria. E vërtet është, do ta lajmë pak temën anash të luftës, me qenë se u fokusuam shumë në periudhën e luftës, edhe me qenë se është emisioni Rrëfimjete, paketër do të mi rrëfy shumë gjanat, edhe sidomos gjanat e luftës asnjëherë nuk do të mi harruar. Jo, patjetër. Se sidomos gjeneratat e reja do të me kuptu na si popull çka kena kalue, për ata që e the ti lirin që ne e gëzojmë sot. Kisha me shtu diçka të gjeneratat, falë si ndërpreva, po ma kujton një rast këtu në Prishtinë. Si gjenerat, unë do më thonë jam janar 72 të si lindër, po jam me gjenerat 71 atë shkollë, një moment të dokumentacioni këtu në Prishtinë, edhe shkova me morë letër njoftimin, edhe sa e po një punon që vitin e datë lindës, unë bush me lotë. Unë nuk e kuptohen në atë moment, e kuptohen. Tha o bekim, a dalë tha njerë të marrë ngryk. Ishte në moksha ja. Thash, po mi më mendova që po mjef nga kanga, kupton. Thash, po mi më hajde, sa është e problem. Tha të marrë ngryk, tha se ju një gjenerat e artë, ju një gjenerat e rezistencës, tha. Ju, tha. Thash, po më befasove. Tha, 10 vjetë djaljem Suedi, tha si kum po. Qatë fatë e kam thash edhe unë, se edhe unë 10 vjetë s'ku marrë nga Zvicra në Kosovë, nuk e kum po as familjen, as vendin, as eqë 10 vjetë.
10 vjet. 10 vjet unë kam qenë në Zvicër, parë në Kosovë. Edhe në atë kohë nuk ka pas internet, mu pa në kamera. S'ka pas të gas hiç. Mos telefona s'kemi pas, domthonë ke fol një herë 2-3 muaj. Sa ka qenë vështirë për ty Bekim? Sot duash. Sa ke vujt këtë pjesë? 10 vite mos mi pa prend. Po ja e tregova edhe tani. Edhe kur e tregon njeriu tregon se domthonë ka qenë nevojtur shumë. Po kjo është domthonë, kjo është sakrifica. E kuptove tani që thash gëzoni këtë liri. Ta gëzojmë, unë me ju, gjithë ne ta gëzojmë. Ta gëzojmë këtë liri se kujtoneve kthenu pak mbrapa qa fola për hetimet, po kjo është 0.1% që i pjesës time që ka ndodhur me tjetrën pjesë popullit, ha? Që kanë lënë gjakon e ka ndodhur çdo gjë, ha? Këtë që më kesh domethënë. Secili ka rrëfimet në vetë. Rrëfimet e veta, kështu që ta gëzojmë këtë që e kemi, ha? Domthonë edhe unë më ka përqafu ajo dhe si ndalte lotët ajo gruaja, pa e njoftë, ne u mendoj që po më njeh nga Konga. Tha ju një gjenerat, tha si gjenerat, ju keni vujta, ju keni bërë rezistencën, domthonë, nuk është vetëm 71 që 72, po kjo gjenerata një dekaqe, domthonë, nga 65 që deri 75, po e them unë nga këndvështrimi jem, se s'ka ndonjë statistik, se mos mendoni se ai gjeneratës i 60-s nuk ka rezistuar kështu. Po kemi kjo që na ndodhi, domthonë që ne i them stop. Domthonë, edhe nuk tolerojmë më shumë. Sicili në formën e vet, ha. Do Sicili, edhe ai që ka qëndruar edhe unë që kam qëndruar 10 vite parë këtu, edhe është kjo formë e rezistencës. E vërtet është, do të kalojmë te muzika. Patjetër. Muzikën ki muzikë që këndon për dashuri, muzikë që i këndon vendit. Po. Domethënë patriotizmit, këngë patriotike, patjetër janë këngë shumë e vlerë që i dëgjojmë ne dhe gjithë brezat. Na flisni pak a shumë. Unë jam Skënderbeu, është një videoklip që kam pa vazhdimisht. Po. Kënga Unë jam Skënderbeu, po nuk jam vetëm unë Skënderbeu. Çdo shqiptar me gjak shqiptar është Skënderbeu. Dhe pikërisht sa e ka shkruar tekstin që të falenderoj Jafit dhe Lindita Fita nga Tirana, sa kom lezu titullin Unë jam Skënderbeu, strofën e parë e refrenit, thash, kjo është kënga. Thash, mos e prek, pik as presje. Megjithatë thash, pik as presje. Thash, kjo është e goditur. Është një këngë nga këngët e mia patriotike, se domthonë deri në këto momente unë kam promovuar 38 këngë deri tani, nga 2020. Komplet domthonë karrierën time kam 59 këngë të promovuar. 59. Po i kam dhënë 2 faza, po 59. Në 2 faza, faza para luftës ka pas këngë që janë me pak videoklipe, 2-3 videoklipe, rrethonat kanë qenë teknologjisë shumë gjërave, nga kam pas pauzën për shkak që jetoj në Zvicër, biznesin e këto, edhe kam filluar nga 2020, nga pandemia, kur me një farforme njerëzimi u dorëzuan, nuk u dorëzova. Edhe fillova me projektet e mia, domthonë nga 2020 deri tani kam promovuar 38 këngë. Dhe të falenderoj shumë që jam në emisionin tan, dhe kjo është emisioni 125 herë nga 2020 live në emisione televizive. Nuk janë edhe pak. Do me thonë ke vazhdimisht paraqitje televizive dhe vazhdimisht jenë gjirimet videoklipeve të ndryshme, se ne na ka me kontaktu vazhdimisht, pavarësisht që ke qenë në Zvicër, kena kontaktu vazhdimisht për me qenë pjesë e emisionit, por çdo herë ke qenë i zonën, edhe tani kur ke ardhur në Kosovë, ke ardhur, do me thonë shumë pak kohë, edhe tani ne po e realizojmë emisionin, s'ta përfundojmë emisionin, kime ikë për aeroport. Direkt aeroport, po kështu jam unë. Unë kështu jam, jam si bombë atomike. Në atë kuptimin eksplozoj, andej këndej, tani si këmë për 3 ditë, paraqitja andej promovime, çmime titull të Skënderbeu, nëse që ishmi të kënga Skënderbeut. Unë jam Skënderbeu është një këngë, por domethënë që nga ona ime, domethënë është kulminacioni për moment i këngëve patriotike. Figura e Skënderbeut rreth statujës dhe emrit dhe veprës Skënderbeut mblidhe me gjithë shqiptarët ku jemi, pa dallim ku jeton, pa dallim partie, feje apo edhe gjinie. Dhe pikrisht për këtë edhe në videoklip, se regjit e këngëve i bëj gjitha vet, edhe pikrisht edhe këtë e kam zgjedh 6 djemë dhe 1 vajzë. Se nuk jemi vetëm ne meshkujt Skënderbeu, po janë edhe vajzat Skënderbeu. Pra edhe çdo shqiptar me gjak shqiptar Skënderbeu. Vetëm një vajzë. Edhe ti. Po, një vajzë tani ishte Shote Galica. Shote Galica. Edhe është e veshur edhe ajo me kostumen e moshkëve, domethënë vajza
Ajo është domethënë edhe Shote Galica, po edhe me tregu dhe bocës femërore që domethënë çdo shqiptar me gjak Edhe një shqiptare femër mundet me qëndru shumë e fortë, edhe një femër mund të po dhe jetë, qëndrojnë. Po, domethënë ka pas shumë femna pjesëtare Edhe të luftën e fushës shikës që ka, shqiptare, po, edhe patjetër. shumë femna ka Po. police që janë shumë të suksesshme. Kështu Këtë që kom mirë. tregu edhe me këtë këngë që domethënë çdo shqiptar me gjak shqiptari pa dallim gjinie, feje apo partie, apo edhe lokacioni ku ndodhet, katër anë të botit është Skënderbej. Për ata, unë jam Skënderbej, po edhe ti Baki je vetë Skënderbej. Patjetër. Keni lancu videoklipin më të ri pare. Po, Pse pare? po këtë botë Nështë sillet do- po na tani do do kthehemi pare. pak edhe të këngë pak që janë pak me atmosferë shumë më pozitive, më relaksuese se që treguam histori tjera, se normal domethënë në karrierën time, domethënë në artin tem, kënga patriotike më kanë thonë njerëzit o Bekim, nëse nuk ke nevojë ta bësh shqiponja se ti vetë je shqiponja. Kështu që mirë që po e bën, po nuk ke shumë nevojë. Aty domethënë patriotizmi qëndron në ADN. Nuk e kam bërë ata që vetëm kështu përkohësisht. Edhe te këngë pak më relaksuese, më ritmike, tani kënga e fundit është pare. Po e ku më thonë, sa e mirë je, po sa shumë me marre. Ja ku më tregu dy anë e parës. Sa e mirë është parja, po sa me marre është parja. Po tani nuk është vetëm kjo se unë e shoh kështu parën. Pa pare, sot thuj se nuk realizohet asnjë gjë. Po tani ona tjetër, nuk është vetëm parja gjithçka për njeriu. Emocioni nuk blehet me pare. Tani edhe rrëfimi i jetës në atë kuptimin, nëse s'ke ti emocion, nëse s'ke çka tregon, po nuk do sa është se ti ke pare, nuk do të tregosh gjëra çka kum përjetuar në shembull në helmim ose ata nuk paguhet kjo me pare. Domthonë parja është. Edhe njeriu parja e ka detyruar ky sistem që është domthonë këtë botën po flas, nuk është këtu punë shqiptare, është globale kjo, domthonë që njeriu të bëj gjëra jashtë vetes vet. Që ndoshta mos të ishte parja si monedhë, nuk ishte ky lloj sistemi, të ishte një formë tjetër, domethënë njeriu shumë gjëra nuk do t'i bënte për pare, do të ngelte më njeri se sot që është një pjesë e njeriut. Po shpresoj që do ndryshojnë tani për të mirën e njerëzimit. Për moment kjo është mbi jetesë dhe interes parja. Fiks. Po sa i kënaqën me publikimin e videoklipit, si ka jetë videoklipi, me qenë se tash ke ardhur në Kosovë dhe Po. sot ik për në Zvicër, Po, vazhdimisht ke qenë prezent në për emisionet ndryshme. në për emisione, po. Do me thonë, ka ecë mirë videoklipi? Videoklipi ka ecë mirë dhe ecë mirë, në përgjithësi Se kam videoklipi. prit? Po, shumë mirë. Me thënë drejtën, është e ëmbël me shikuesit e mi, me klientat e mi, me ndjekësit e mi, po them, është shumë e ëmbël me ndjekësit e mi, domethënë që më përcjellin, e adhurojnë artin e mi, një pjesë e madhe domethënë më shkruajnë në Messenger ose në telefon kështu, jo në rrjetet sociale publike, po pasandej i bëjnë shakat e ëmbla, se me publikun domethënë duhet njeriu me gjetë një modalitet me komuniku. Megjithëse edhe nuk kam shumë kohë, po prapë kur publikohet kënga e gjej se ato më bënë një mesazh, Çdo kur e gjen vetën te kënga dhe shkruan mesazh privat. Mesazhet më të bukura janë tani, po tani ato parë që i kishin klip po burr, po bjen edhe mua një pjesë. Thash dëgjoni sa për parë, mos u bëni merak. Se thash e keni pas që shkon kopi. Thash atë janë për efekt, domthonë për efekt të këngës, domthonë. Po publiku e gjen domthonë një formë që të qeshe, domthonë të jesë edhe më afër me këngëtarin, domthonë me artistin, e gjen një formë ka marrë shumë mesazhe të bukura për punën e parë, societetin thotë, "Ua, sa bukur thotë kur e pash fund klipit që ke shu mbi jetesë dhe interesat." E kishte godit. Po kjo realiteti se nuk u shpik diçka që s'ka ekzistuar. Domthonë njeriu thotë, "Oj, se tjetër thotë, a pranon ti ndaj bakshish më të madh se aty që kin tavolina jo?" Po pranoj pse s'pranoj, domthonë me këtë lloj shakaje, domthonë, po kjo është një shtyre domthonë për artistin se publiku është afër me te, publiku të respekton, nderon, po të përcjell vazhdimisht. Përcjell, po kjo është edhe një obligim, shembull për mua që thotë kontrolloj veten, mos gabo. Vazhdo, qëndro këtu, jo më poshtë, po më lart. Domthonë, kjo se publiku është vula më e madhe, domthonë vlerësimi më i madh për mua është publiku, jo klikimi. Bekim, jo dje keni ardhur nga Tirana, me qenë se keni marrë titullin ambasador i paqes. Me të vërtetë një titull me vlerë shumë të madhe. Na flisni pak a shumë për këtë titull,
Si shkoj gjithçka që ishe në Tiranë? Po, tani nga gjithë krijimtaria ime, domthonë me vite që kam bën për artin e muzikës, era një moment që domthonë kam propozu miqtemi, ja e Fidel dhe Krista Qianushi, të kjo organizat, edhe domthonë kam nominu për titullin ambasador i paqes. E falenderoj shumë kryesin e kësaj organizate në Tiranë, që ma kanë dhënë këtë titull ambasador i paqes. Po domthonë tani jam edhe më i vlerësuar, domthonë ndjej veten shumë më pozitiv, po edhe me shumë obligim, se kjo më obligon tani që njeriu mos të gaboj në veprat e veta, po të vazhdoj punën lart e më lart. Domthonë këtu kjo është një titull, faleminderit edhe një herë, jam shumë i gëzuar që kam këtë titull. Shpresojmë që do të kemi edhe hera tjera në studio gjithmonë me titujt, me këngë të reja, edhe me gjithçka që sjell sa të vish në Kosovë. Ti vjen shumë shpesh në Kosovë, po më duket çdo muaj. Pavarësisht po, çdo muaj, çdo 2 muaj varet. Po sa vjen me risi. Po vim me promovime, vim me realizime, paraqitje nëpër mediume. Domethënë nuk vjen veç kat për pushime. Me thënë drejtën kam kohë gjatë që nuk baj pushime. Sa angazhimi këndej, po me që kemi, s'kem kohë, po, edhe punë edhe aktiviteti vjen pak si pushim edhe kjo. Kur arrit diçka, kur realizoj diçka, kur publiku e vlerëson, më duket sikur e kam relaksu veten në pushim, kam qenë 1 muaj ditë në Dubai. Bekim s'po të marrë më shumë kohë, me qenë se e ke kohën e kufizume edhe e kime ikë për aeroport, për në Zvicër, kështu që unë të falenderoj nga zemra që gjete kohë që t'jesh sot me ne dhe me shikuesit ta në emisionin Rrëfim Jete dhe ndave të gjitha këto rrëfime, me qenë se shikuesit janë mësur që të shohin duke folë gjithmonë vetëm për muzikën, po ndave edhe një pjesë të jetës tuaj shumë personale. Kështu që knatësi. Dhe për fund, kisha propozu një refren të këngës u që këtë rreth Kosova që ta përmbyllim këtë rrëfim mjaft të mirë. Po, është u që këthret Gjakova, u që këthret Prishtina, u që këthret Gjilani, u që po thot Drenica, u që ja shpat më shpat, u që ja po dërgjak, u që hej, Pjeri shkau deri në Beograd. Faleminderit, ishte shumë natyrale tani pas një gjë. Faleminderit shumë që përmbyll me këtë këngë të paharruar që e thash edhe në fillim që jemi rrit me këtë këngë, ka qenë në periudhën e luftës që është një këngë, një super hit i paharruar, edhe kur e dëgjojmë na zgjon nostalgji edhe na mbushën syt me lat. Edhe njerë të falenderoj nga zemra që ishe pjesë e emisionit, nikosisht falenderit shumë. Është interesant shikues të dashur se Bekimi kudo që tjetë prezent në emisione, asnjë emision nuk shkon pas sjell çokoladë të Zvicrës. Ëmbëlzim pak. Kështu që ëmbëlsia më e madhe është që ti je në studio. Faleminderit. Falenderoj nga zemra për çokoladën që i ke sjell. Bofshin mirë. Edhe të dëshirojmë shumë suksese, e shpresoj që do të shihem prapë me projekte të radhës. Shihemi prapë. Faleminderit shumë. Suksese. Të dashur miq, këtu kemi përfunduar emisionin Rrëfim Jete për sonte. Ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen tuaj dhe vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në emisionin Rrëfim Jete. Deri në takimin tonë të radhës, natën e mirë dhe mirë mbetshë.